Ish kryeministri i Shqipërisë dhe ish kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano ndërroi dje pas 24 ditësh në reanimacion. E diela e 2 nëntorit të shpallur ditëzie kombëtare pas ndarjes nga jeta të ish kryeministrit Fatos Nano. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video kartolin lamtumire për liderin historik të Partisë Socialiste Fatos Nano. Mirëmëngjes, dhe me këtë video kartolin lamtumire për liderin historik të socialistëve, mikun tim të dikurshëm e të rigjetur sërish Fatos Nano, i cili u nda nga jeta pas një lufte sfilitse me sëmundjen, por që nuk do të ndahet asnjëherë nga kujtimet tona e nga vendi i nderit në historinë e familjes tonë të madhe, u përcjell të gjithëve atyre që e patën kryetar shok e mik, ngushëllimet e mia vllazërore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shprehur ngushëllimet familjes, miqve të dashurve të Fatos Nanos, me një postim në rrjetet sociale për ndarjen nga jeta të liderit historik Fatos Nano, siç e cilëson ai, kundërshtarin politik. Sipas Berishës, Fatos Nano ishte njeriu që reformoi Partinë Socialiste dhe politikani që pranoi rotacionin e pushtetit. Gjithashtu, politikanë dhe shoqëria civile kanë shprehur ngushëllimet në rrjetet sociale për ndarjen nga jeta të ish kryeministrit Fatos Nano. Federata Shqiptare e Futbollit bën të ditur se ditën e diel, që është ditëzie kombëtare, do të shtyhen ndeshjet e të gjitha kampionateve të futbollit në vend, nga kategoria superiore e deri tek kampionatet e moshave. Fatos Nano, 73 vjeç, është themeluesi dhe kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ai ishte njeriu që bëri të mundur transformimin e ish Partisë së Punës, që vinte nga trashëgimia komuniste, në një forcë që i rezistoi pluralizmit politik si një aktore me peshë në skenën shqiptare. Nano ka qenë kryetari i Partisë Socialiste nga 12 qershori i vitit 1991 e deri në vitin 2005 dhe u zgjodh 4 herë kryeministër i vendit.